8 vatra zjarri mbeten aktive në vend, ndërsa 5 të tjera janë në monitorim. Situata më problematike paraqitet në malin e Dajtit, Gur, Lur, Mirdit dhe Puk, por nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 33 vatra zjarri në të gjithë vendin. Ministria e Mbrojtjes njofton se 8 prej tyre mbeten aktive, ndërsa 5 janë në monitorim. Në operacionet për shuarjen e flakëve janë angazhuar 535 forca operacionale dhe 51 automjete zjarfikse. Ndërhyrjet mbështeten nga efektivet e forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Në malin e Dajtit vijon puna e forcave toksore dhe 2 helikopterëve të forcës ajrore. Vatrat në Prisk dhe Vakumone janë vendosur nën kontroll. Një angazhim i gjerë vijon edhe në Gur Lur të Dibrës, ku janë dislokuar mbi 200 forca dhe 2 avionët Air Tractor. Korridoret e hapura në terren kanë penguar për hapjen e flakëve drejt banesave. Në qaf Helmës, zjarri është shuar nga krahu i Bëlqizës, por mbetet aktiv në drejtim të Selishtës. Operacionet vijojnë gjithashtu në Bruç dhe në Lufaj të Mirditës. Në Fushlaj të Pukës janë angazhuar 66 forca, ndërsa në Rjoll situata po monitorohet edhe me dron. Sipas autoriteteve, asnjë prej këtyre vatrave nuk rrezikon aktualisht zonat e banuara.